Mami, më s'fol kot. Qa të bona unë? Unë qa të bona? Ti du të siguroje që jashtë të ishin gjërat në rregull. Të paktën të mundoheshe. O, sa e mundu. Mund ma thuash që ka ndodhur jashtë? Nuk mundem. Po, mund të ta thuash. Jo, për zotin. Nuk është informacion nga jashtë më thuash çka ke bërë ti jashtë. Me direkt. Nuk është informacion nga jashtë me thua çka ke bërë ti jashtë. Jo, çka ke bërë ti, mund të më thosh vajta për ecje nga liçeni. Po nuk quhet orë fare. Po mund të më thuash që ti ke bërë këtë ja, i thon të po nuk mundem pra. Po pse jo? Po që lejohet? Jo ti ç'do të bësh? Betohem nuk lejohet më. Çfarë të fut? A ke thënë këtu në shtëpi kam bërë këtë, kam bërë atë, kam shku këtë, ja kam shku në Nuk lejohet, lëra si jasë nuk lejohet. Sa kam bërë, sa kam pule, si jam. Ore vetëm, thjesht kam qitë vetëm, gjithmonë respekt. Mirë njohje, po qa mora. Ti e kuptojnë që unë si di këtë gjëra, unë akoma nuk i di se çka ke bërë ti jashtë. Ti nuk i din, por ti mund është me i kuptu me sy, mund është me i kuptu brenda vetës se çka kam bërë, se si kam qenë. Jo, shikoj, unë di, edhe mjafton kaq. Po je gabim pra, Lor. Mjafton që unë kam thënë, deri para disa ditëve, unë kam ndjenja për ty. Unë e kam bërë. Unë kam vazhdo të thosha. Por re, nuk janë ndjenjat me atë lloj provokimit që bën ti. Unë e them, ky po bën këtë gjë. Nuk janë ndjenja me atë lloj provokimi dhe me atë lloj ofendimi që bën ti. Jo, ai nati më çon si. Jo, mos është i nati, më. Jo. Mos më çon deri aty, unë si be. Ja, s'është i nati. Nuk është i nati më që më thon ti, jo ky kështu, jo ky ashtu, jo ashtu njëjtë si. Po jo pra. Ne skuptojmë shumë gjëra. Po nuk ka lidhje të kuptuar ti, nëse do atëtër gjë. Ti pse s'më kupton? Unë të kuptoj, ti s'më kupton ndonjëherë. Ti më mirë, jo unë të kuptoj, po unë shpesh herë dosha me të mallku me thon atë no s'di se qa. Se e boshe vetëm nga që asnjëherë me të ofendu. Mos më ka zënë gjumi nga ofendimet e tua, thonë, "O shoku, ore, betohem në Zotin e Madh, jam ul me fletë më ka marrë gjumi, vetë këtu me nuat." Edhe unë. Vetë kam thënë, kur të folish me mua, mos s'do më. Ti ma the. Unë kam si shpej vumi. Betohem për Zotin e Madh, ti the je kështu. E më the je më i se s'du me as më i përmend. Du veç ti bëj delay direkt. Ja, thënë. Dhe edhe s'më kërkoj, unë të kërkoj falje. Jo, të kur kërkove falje, asje. Po edhe unë të kërkoj falje. Edhe unë të kërkoj shumë falje, ama ti mos e ço veten kur të ofendimi. Trego më mirë atë urrëtitje. Do të kërkoj falje për shpresën nëse të ty mos të ekzistojnë ato gjëra se nuk. Jo, Lor. Atë që duhet me thonë, atë që e them unë, atë që duhet ta them, duhet ta them unë. Në shtëpinë time s'ka ekzistuar ndonjëherë asnjë lloj ofendimi. Ofendimi, bravo. Super, bravo. Asnjëherë. Njëherë kam dëgjuar babi thotë mami, gjë më të vogël, apo mami babit, edhe që kemi kaluar,